punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohtë se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti je kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh e të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për pull. Përshëndetje miq dhe pacientë të Tru Podcastit. Mirë se rierdhët në pavionin ton, në një spital të madh psikiatrik siç është Shqipëria. Neve kemi pavionin më të suksesshëm, pasi pacientët këtu vinë për të kuruar dhe jo për të shëruar doktorët. Dhe siç e dini, në Tru Podcast nuk para vin ose s'para vin fare mendje të vogla që merren me thashë themnaje gjitha, por neve merrem vetëm me njerëz të cilët kanë mendim dhe bot kuptim. Mosha ime në raport me profesorin që ka ardhur këtu është, jam djali i në mosh, unë jam një fans i vjetër i profesorit, e kam ndjekur që në fillimet e veta, në fillimet e mia tjetës kur kam kuptuar se çfarë është bota për muzikën, sepse më kanë thënë, më kanë gënjur që edhe unë kam pasur timbër zëri për muzikë, por që kurrë nuk e çova ëndrrën e mamit dhe të babit deri në fund, sepse nuk më jepte kënaqësi muzika. Sot në Tru Podcast ka ardhur profesori Gjergj Leka, producent dhe kompozitor. Profesor, të falenderoj që më ke ardhur. Po shkënaqësi edhe si mos vish kur flitet për pacient. Po, Unë jam një nga pacientët më t'rregull, jo vetëm të këtij lloji programit, po dhe të spitaleve, kështu që quhemi pacient i mirëfillt. Shikoj, profesor, juve me të vërtet mund ta quheni veten pacient, po më besoni që brezin tim të pagën, kush ka dashur me kap cilësi, e keni edukuar nëpërmjet formave që juve na keni transmetuar muzikën. Pra neve na keni mësuar që mos shkoni te garbage, mos shkoni te këto mbeturinat që janë për konsum, po shikoni ato frekuencë, sepse muzika për mua është frekuencë, të shëron, është healing. Kur dëgjon një muzikë cilësore, ty të mbushet shpirti. Dhe sado që juve e qoni veten pacient, më besoni që keni qenë doktor për neve. Mirë, shiko, ka një problem të madh. Unë jam munduar ta them me fjalë, por pasaj fjalët nuk zun vend për vite me radhë. Dhe shumë merren dhe për moral fjalët, dhe kjo është e gabuar. Ti thuash tjetrit mos bëj këtë muzikë. Pastaj është akoma më vështirë të thuash dikujt tjetër mos dëgjoj këtë muzikë. Muzika flet vetë në fundit, sepse edhe Beethoven i thot atij, ku mbarojnë fjalët fillon muzika. Është fjalë e madhe. Matematika është marrë dhe merret me muzikën. Ligjet e matematikës janë dhe ligjet muzikore. Muzika nuk do ekzistonte pa matematikën. Ndaj, heshtja nga njerë është edhe kritika më e mirë ndoshta për çka duhet jetë muzika kene. Mua më ndihmon shumë fakti që kam edhe shumë të ngjashëm. Kam kujtuar, këtu ndoshta kam gabuar, që të ngjashmit e mi për sa i përket shijeve muzikore, po flasim, edhe pse janë shumë private, nuk do ishin të shumt. E zbulova kur fillova programin tim, na ishte njerë muzika. Po. Që në fakt, unë desha ta filloja pikërisht këtë që po bën ti, me një podcast për muzikën. Dhe o ta bëja nga një dhomë e shtëpisë time, dhe këtu po ta them dhe i segret. Programi bëhet në një nga dhomat e shtëpisë time, që nuk e di asnjëri. Shumë e bukur. Asnjë nuk e di këtë, po bëhet në një nga dhomat, pata pak kështu divergjenca me bashortën, kuptohet, sepse Normale. na duhej një dhomë më shumë për miqt i çoj në hotel, dhe preferova që atë dhomë ta kthej, kur të më dëgjoj dhe Irfani tash i thot pse ke një dhomë po. Përshëndesim Irfani. Përshëndesim sot e du fort. Ka dhe diçka. E bëj në një dhomë sepse është një podcast. Edhe ajo mënyrë. Plus, këtë e them dhe për shumë nga kolegët e mi që ndonjëherë edhe muzikën e bukur mundohen ta shpjegojnë me shumë ornamente, me shumë butafori për rreth. Ka një problem. Muzika e bukur nuk ka nevojë për ornamente, nuk ka nevojë për koreografira, nuk ka nevojë për makina luksoze, nuk ka nevojë për ca shalë të gjata, ca gjokse të bukura, sepse nuk do dëgjojmë më muzikë. Dhe nëse ne jemi ata që
një gjë e themi gjithmonë, duhet krahasohemi me botën, vetëm këtu ne nuk krahasohemi me botën. Sepse muzika e mirë në botë ka një mikrofon në studio, dhe të gjithë janë ke goja e këngëtarit. Dhe çuditërisht, nuk ka montazhe, ka një kamera që filmon, po flasim për majat. Po. Sepse ajo është muzika dhe ti duhet të jesh aty me ato kufjet e tua të dëgjosh atë muzikë që të mbush shpirtin tënd. Ndaj edhe unë programin tim e bëj në këtë mënyrë, sepse është kamera, jam unë, janë dhe insertet që unë jap. Po ta kisha bërë dhe e kam mundësinë, më janë afruar edhe sponsora. Se unë si puna jote edhe unë jam pa sponsora, kam vetëm lajthizën ka 8 vjet, sepse nuk mund ta përlyej me emra restorantesh dhe emra baresh, me gjithë respektin që kam, se jam vetë një frekuentues i tyre, muzikën cilësore po flas. Dhe preferoj ta kem timen. Dhe mos më marrë njëri në telefon e të më thot ti do bësh këtë, do më fusësh këtë. Dhe kjo është fitore e madhe. Prandaj unë erdha ke ty. Se unë e di çdo më thënë sot në miliona podcaste, me cilësi, pa cilësi, me nder, pa nder që ka sot kene, sa e vështirë është të bësh këtë që do të bësh ti. Një bashkëbisedim midis doktorit dhe pacientit. Sepse në fundit ekzistojnë shumica sepse marrin para. Dhe paraja të bën që të lesh dhe udhën Zotit nga njëherë. Shikoj. Unë jo më kot në hyrje të fjalës time, ju përmenda që unë jam një fans. Po jo fans që nga ata që shku lesht, po fans që mbash nime. Po. Pra kur ti shikon një model suksesi, ti nuk e pse të shpikësh një model suksesi. Ti merja Gjergjit, ka më shumë eksperiencës aty, ka ca thinja më shumë, po tregon një rrugë, është e vështirë, e drejta është e vështirë. Nuk ka para shumë, ka shumë bryla, po ti je vetvetja. Dhe unë nga kjo kam mësuar, pra, që cilësia ekziston mbi zotron treg, mbi jeton treg. Sepse kur e nisa këtë podcast u Gjergj, njeriu parë që ka dyshuar kam qenë unë. Le mami, babi, vllai, gjithë që kuptojnë dot botën e televizionit dhe gjitha. Po unë tash, ore mos e kam futur gjë kot. Ore mbase jam fryrë shumë, më duket vetë e zgjuar edhe do dal blluf. Se ke ato pasiguritë tua. Se ka shumë të tillë që e bëjnë. Po sepse ka qenë Afrika yte. Po se unë shikoja, hape një podcast 3 episode, 18 sponsora. Pastaj mbyllej. Po s'jam mbyllur me as sponsor. Kam një vit 5 herë prodhime në javë, 25 orë regjistrime. Vetëm dje kam bë 5 orë podcast live me Altin Goxhën dhe 5 orë post podcast te lokali, që do të diskutojmë mbi çfarë diskutuam podcast. Plus programin që ke. Plus programin që kam te Oponenca, që dhe ajo më hako. Dhe është një habitat që për mua si djalë i ri, media nuk është një gjë miqësore. Unë e them hapur. Nuk do jetë kur media diçka miqësore, për ty sidomos për moshën tënde. Është domethënë është një gjë që unë jam i rrethuar nga limite, nga vija të kuqe dhe unë kam nënshkruar një kontratë dhe këtu jam burr te kjo pjesa. Nuk filloj pasi të hedh firmën tëm, po jo se unë kam drejtat e mia. Jo, unë e di drejtat e mia, di dhe detyrimet. Unë e di që kur vite Gjergji, do ndjek rregullat e Gjergjit, se po shkoj unë tek ai. Nëse vjen njëri këtu te Tru Podcastit, do ndjek rregullat që vendos Tru Podcasti. E njëjta gjë është ajo, por një televizion për shembull si News 24, unë e pranova vetëm se është opozitar. Unë nuk mund të punoj dot në një televizion i cili është me qeverinë jo të majt apo të djathtë, me qeverinë, sepse mendoj se një intelektual ka detyrë patriotike të jetë në oponencë me çdo qeveri të mundshme. Prandaj edhe titullin e ke vënë të tillë. Oponenca. Pra, njerëzit duhet të kuptojnë diçka që nuk ka të mira apo të keqe, është relative. Edhe aty që ne quajmë e drejta apo e mira apo e errësira apo drita, janë krijesa të Zotit të gjitha. Domethënë, këtu e kemi të huajsuar neve Zotin, e dim Zotin si gjë të mirë, po japim edhe djallit komplementarin e Zotit, pra japim njëjtin fuqi, është plotësi, jo, është krijues, është hierarki tjetër. Fuqia e Zotit do ekzistonte ai shumë nëse do ishte djalli. Pikërisht pra. Sepse drita dallohet vetëm në errësirë. Po. Nuk mund të është në një vend me dritë, ndizë një çakmak aty s'të bën fare as lëgjohet te projektori. Dhe kjo është ajo ide që neve jemi të detyruar të bëjmë disa kompromise në jetë. Nuk ka njeri që më bind mua, o jam u rebel, ose është njeri rebel, sepse unë e kam dhe luksin për qenë rebel. Ndryshe nga ty që nuk jam krye familjar, që ke përgjithësi për gruan, për fëmijët dhe për gjitha, dhe duhet të mendosh pak për ata se ke për unë jam laj thaj shpendi, që të më bëjmë, edhe prap vendos kompromisa. Megjithatë unë jam shumë më i lirë se ty shpend dhe më
beso këtë gjë. E uroj. Sepse kam gjetur edhe mënyrat për të qenë i lirë. Cilat janë këto mënyra, profesor? Ti përmende familjen. Po. Familjen duhet ta zgjedhësh ti sipas kutit tënd, sipas asaj që ti mund t'i përgjigjesh, dhe kur shef diçka që në familje nuk shkon, duhet të jesh ti që rregullon gjërat. Jo më kot ekzistojnë edhe në jetë edhe ndarjet. Po. Unë jam ndarë disa herë me mirë kuptim, sepse po shija që familja pa dashje po më ikte nga duart. Po. Por nëse unë lidh me atë që unë bëj, unë jam shumë më i lirë se ty, sepse kam dhe një favor më shumë se ty. Se muzikë dëgjojnë të majtë, të djathtë, të kuq, jeshil, bojqell. Dhe ndoshta, këtë e them dhe me mburje, unë kam qenë i vetmi nga artistët që nuk kam marrë pjesë kur në asnjë fushat elektorale. Po. Të dali një, Po. më thotë Gjergj Dekat, kemi parë në skenë në një kohë që kolegët e mi dalin sipas kandidatit për të marrë 500.000 lekë vjetra, e thonë roft filani. Unë këtë nuk e kam bërë ndonjëherë dhe zota bëj, sepse kam bindjet e mia, kam lirin time për të thënë që muzika i përket të gjithëve. Dhe sado në oponencë unë t'jem se dhe unë, një artist e ka rebelizmin brenda, varet shkalla e rebelizmit sa është, dhe a i përkundet apo i lëpijet dikujt, se artistis duhet i lëpijet kërkujt. Ndaj, unë nuk jam kur dakord me ato artist që bëjmë fushata elektorale. Sepse ti shko, mund të këndosh këngën tënde, dhe nuk e, pse të thot ai i Roskovecit o ai i Mallakastrës që ti duhet thuash unë do bëj këtë e unë do bëj këtë. Nuk i takon artistit. Artisti mjafton të bëj një këngë dhe një tekst këngë që tjetë reklama dhe publiciteti më i madh që mund të ekzistojë. Unë kam bërë këngë të tilla, këngë sociale që quhen, dhe ato këngë godasin më shumë se çdo fushat elektorale. Këtë duhet bëj artisti. Ato që po bën ti, bindjet e tua. Para 4-5 vjetësh tek emisioni juaj ke pasur një sinkron muzike Nuk më në kujtohet. hyrje. Po. Unë e dashuroj atë muzikën, që do ta gjej, po si të marroj do ta gjej. Ma kujton Linja me për çfarë ka qenë? Po ka qenë për qytetin, pra, që ecje në për qyteti e kishe kompozuar dhe vet, që qarkulloi në qytet ishte kënga jote që ti e këndoje me zërin tënd. Kam bërë shumë të tilla. Dhe aty domethënë se mua më pëlqen ajo lloj muzike. Më pëlqen edhe baladat, po më pëlqen edhe filozofia brenda. Për shembull unë e dashuroj Jim Morrison, jo si këngëtar, si Qartë. poet. Për mua ai është një nga poetët më të mëdhenj. Ai ishte rebeli nga rebelët më të mëdhenj. Ai ishte rebeli, Për ai ishte ekselencë. rebeli më para ekselencë. Pa shka se ishte veshkatrus. Si çdo gjeni tjetër që Nuk ka gjeni me rasa në rregull, i kanë gjithë rasat. Po, i kanë të gjithë, janë të gjithë problematik. Po patjetër. Problemi është këtu, profesor, që Më thua Gjergj sa të fjalë. Gjergj, profesor unë. Okej, shumë bukur problem. Unë e kam çështje respekti. Dakor. Se shoh si Ka si shumë nga mendje. ata që më thonë profesor, po s'kan respekt. Siç ka dhe tjerë që më thonë Gjergj dhe më duan shumë. Okej, unë jam të dyja. Unë kam respekt kur thon Gjergj edhe kur thon profesor. O Gjergj, problemi është këtu, miku im, që pse ka humbur kaq shumë thellësia e mendimit? Pse mendon se ka humbur thellësia e mendimit Po në se ka Shqipëri? humbur normalisht edhe thellësia e të shkruarit muzikë. Unë ta lidh gjithmonë me punën time, nuk i futem një degë që nuk më takon mua. Por nëse do flisim përgjithësi për mendimin, mendimi ka humbur sepse ka marrë fuqinë në dorë shumë ignorancë. Shumë herë dikush mërzitet kur i thua ignorant. Ignorant është mos dish diçka. Po. Mëso diçka më shumë. Unë jam ignorant në shumë degë të tjera që nuk di. Muzikë ngul një gozh, trast marangozin, më nguli një gozh se e bëj brimën kaq në mur nëse dua të vë një kuadër të bukur në shtëpi. Ja, jam ignorant në një degë. Jam ignorant në matematikë. Po. Por, kene ignoranca ka një shkallë tjetër, ka shkallë të jo nxënjes. Do me thënë, unë punoj shumë me brezneri, dhe këtu është problemi më i madh, që edhe ajo pak shpresë që ndoshta nuk nga njerë në bëjmë gabim themi brezi brezyt. Unë njoh plot brezit tim që jam të pa arxhornuar kompletisht, shishnjom me mirë atë rinj që kalojnë për duar çdo vit, që them o Zot, nga kanë dalë. Që nuk duan, jo se s'kan mundësi. Po kjo është e keqja, profesor. Nuk duan. Nuk duan. Në momentin që ti nuk do, ti nuk i ke bërë keq vetëm vetes tënde.
po ti më ke shkatruar dhe mua dhe ke shkatruar dhe atë që do bësh nesër. Sepse ti që nuk do, ti që nuk ke hapur një libër përveç TikTokut, dhe jo një pjesë të mirë, se edhe TikToku dhe rrjetet sociale kanë dhe pjesë të mira të tyre që ti mëson, inteligjenca artificiale është një mrekulli, po është shumë e rrezikshme. Pse neve na afron e keqja dhe rrezikshmja? Dhe këto të rinj që unë sot kam në duar, që kanë ndoshta 90% e tyre artin për hobi, se i kuptoj më njerë kush e ka për hobi dhe kush do bëhet. Duhet mendojmë që do jenë doktorët tanë të ardhshëm, po jo të ardhshëm, mbas 7-8 vitesh. Do jenë ministrat tanë, do jenë mësuesët tanë që do mësojnë një brez tjetër. Dhe kjo është për vënd duart në kokë. Unë nuk kam ndruar kur ka që keq sa po e ndroj kohët e fundit. Dhe më thënë, ajo pyetje që bën ti, mund të vazhdojmë bashkë të flasim për një 6 muaj. Sepse është si një lëmsh i madh që nuk hikën, po është një lëmsh që shtohet, dhe ti pasaj arrin në një ekstrem, që zakonisht është ekstremi që i ndodh gjenive. Unë nuk jam gjeni, por që i ka ndodhur gjenive, që kur ky lëmsh brenda tyre, do të thonë, është shpresa e munguar, është heshtja e shpresës, si thot Majakovski i pari, heshtja e shpresës. Kur kjo kalon, shpresa kalon në heshtje, ti kalon drejt vetvrasjes, se ti nuk shef mas një dritë. Kjo ka ndodhur më shumë gjeni. Po thuaj shiqyr shumë nga ne si janë gjeni dhe vazhdojnë të jetojnë me këtë breng brenda, sepse nuk ka gjë më të keqe. Unë imagjinoj si do isha unë të kisha fëmijët si që kanë shumë nga shokët e mi. Fitojnë shumë disa nga shokët e mi. Në mënyrë të ndershme, shumë të tjerë që një mënyrë të pandershme. Puna e vetë. Dhe nuk ka rëndësi, është një mënyrë për të fituar. Se s'po marrin vesh kush është mënyra e ndershme më nga e pandershmja për të fituar. Ç'është ndershmëria? Nuk e di. Unë s'e kam mësuar akoma. Asun. 63 vjeç jam, nuk e di. Kemi për ta mësuar. Me shumë mundësi. Dhe e bëjnë shumica që t'japin jo ato që nuk kanë nder, ka dhe nga këto njerëz që e bëjnë për familjen, ose se s'kan pasur gjithë jetën e tyre asgjë. Dhe ti shikon që bëjnë vila, që mundohen të çojnë fëmijët jashtë shtetit, gruas t'i blejnë Rolexin, t'i blejnë makinën e fundit, se nuk i kanë pasur le t'i kenë, pa kuptuar që çfarë dëmi po i bëjnë familjes, që çfarë do t'i bëhet fëmia kur ti baba nuk jas 5 minuta në javë me fëmin tënd, dhe pasaj e derdh lotin kaq që do jo më vonë se 2-3 ditë përpara unë përjetova fatkeqësisht një rast të tillë me një shokun tim, që më dridhet trupi kur e kujtoj, që kishte 3 vjet që vajza e merrte heroin, edhe dhe nuk e di, është aty kam thënë, o Zot, shiqyr, unë jam shumë më mirë se ky miku im. Dhe fatkeqësisht raste të tilla në përditshmërinë time, unë kam me 10, dhe drama e vërtet, e qenies tonë, e mënyrës si po jetojmë ne dhe si e kuptojmë të jetuarit, kjo bën që ti t'jesh një vend i varfër. Jo i varfër se s'ke buk tash, po i varfër në mendim, në shpirt dhe mbi të gjitha në inteligjencë dhe në palexim. Nietzsche është një nga filozofët e mi të preferuar, për mos të e kam lexuar shumë. Për mos të më i preferuari, sepse është jo vetëm se është fatalist, po se godet shumë stereotipe të kalcifikuara gjatë shekujve të njerëzimit, të mendimit shoqëror. Ka dhe ai unin e vet në mënyrën si është bërë, ëh. Po se shikoj, Schopenhaueri kur flet për fatalitetin, duhet ta njohësh pak historinë. Ai ka jetuar me vdekjen. Prindrit i kanë vdekur trinj, motra vllai ka vdekur, gruaja i ka vdekur, fëmijë i kanë vdekur. Çfarë pret nga një njerëz që ka kaluar 8 vdekje në familje që të jetë i qeshur? Fatalist do jetë ai. Po filozofia e tij ndihmon neve. Edhe Nietzsche thot burimet e dritës i kanë të ngulidhura rënje thellë në skudat tona më të errta të shpirtit. Referuar kësaj, Gjergj, mendon se kjo dhimbje neve na kthehet muz? Dikur thosh e kthehet dhimbje në forcë. Po. Dhimbja kthehet në muz gjithmonë, për sa i përket një artisti. Dhe kryeveprat botërore nuk janë shkruar në ditë hareshme të krijuesve. Nga letërsia e deri ke kënga më e thjeshtë. Por ka një problem.
kuptohet që do mbizotroj edhe paksa trishtimi kur ti shkruan. Po. Edhe pse në kohë që jetojmë, që lidhemi gjithmonë me kohën që jetojmë, gjërat e bukura, baladat e bukura, quhen këngë të trishtueshme, nëse e ke bërë, sidomos nga trinjt. Po. Pse? Nuk duan më shumica, dhe këtë e the me gojën plot, të jetojnë emocione, të vërteta. Duan të flak kashte. Duan të festojnë sot, të dëgjojnë një këngë sot dhe mos ta dëgjojnë më nesër. Nesër, domethënë, nuk ka më një muzikë, nuk ka më një libër sot që shkruhet, që botohet, që divulgohet, që jeton më shumë se disa muaj. Ndërkohë, prandaj, ja, unë shkoj në panarinë e librit gjithë qef, që të rikthehem letërsisë që kam lexuar dikur. Vajta kësaj radhe mora libra që nga Victor Hugo i kishte marrë malli. Po, klasik. Sepse nuk po kuptoj çfarë shkruhet më, me nëntekse, me vargje të pakuptueshme shumë, me gabime ortografike, logjike. Logjike në radhë parë. Kjo ndodhe me muzikën. Unë kam fatin e madh shpend që kam një publik fantastik. Do me thëmë, pa dashje, edhe sikur ti kisha paguar një jetë të tërë për të pasur një publik të tillë, unë kam mësuesit që kanë dalë në pension, profesorët, një pjesë të ish parlamentit të mirë, pa thënë emrat, jo të këtij, derdimendve që kemi sot. Parlamenteve të parë, legjislaturave të parë, me mjekër, profesorave. Profesorave të zgjuarit, që diskutojmë bas orës 11 deri në 4 të mëngjesit për gjërat që dëgjuan. Dhe sa mend më japin në urtësinë e tyre, në thjeshtësinë e tyre, në edukatën e tyre. Dhe nga 6 muaj që unë nisa për të bërë një program është viti 8. Dhe sa të kem frymë nuk do ta lë. Nuk kam pik fitimi. Nuk më dalin ato lek për të paguar as një operator në muaj, por nuk ka rëndësi, sepse kënaqem vetë. Dhe prandaj po hidhem prapa sa që të thash fillim. Momentin që unë arri në moshën që jam të plotësoj veten. Me 100% kam plotësuar edhe të ngjashmit e mi. Dhe kjo është fitoria e madhe. Prandaj dhe ty të pëlqen podcasti që ti po bën. Sepse ti këtu nuk ke një vijë dhe një koncept editorial. Ti ke një bisedë dhe nuk tu thot as Dino Auto, që respektoj se të paktën të ka dhënë 2 lekë dhe po të ndihmon, nuk të thot, shiko, foli çik për jo për Schopenhauerin, po për Feuerbach, se mua më pëlqen më tepër. Qenia e lirë në zanatin ton nuk do t'japi kur para. E disha më ka pëlqyer, Gjergj, kur flisa me këta djemt sponsore, se këta janë më shumë janë djegsa, janë dashamirë që duan t'japin një suport shkret, ata kupton? Po këto janë më të rëndësishëm se ata që ta japin lekën. Edhe që i dosha, po mirë dosha, po ti e di që duhet të ketë brendi do kohën e vet, nuk mund të presësh dot o gash. Mjafton që del firma ime të një djalë që flet mirë o vlla. Të një djalë që është figurë e pastër. Do të thonë, e kupton ku ka vajtur Sita. Jo, kur ta thot dhe ai që ka Dinoja, do më thënë, edhe nuk ta thot ai tjetri që ti e ke zgjedhur në parlament ti. Ato që e kanë zgjedhur ose që nuk e kanë zgjedhur. Do më thënë, unë nuk kam kohë të shoh ekran. Nuk kam kohë sepse i kam vënë vetes detyra që më pëlqejnë. Po. Dhe plus që në moshën time kur vjen doktori më i mirë është vetvetja. Dhe nga ato që lexoj, të gjithë bashkohen, të gjithë fet për shkakun ndahen, në idetë e tyre, dhe çfarë themi ka një Zot, nuk është një Zot. Për çdo fe ekziston një Zot në mënyrën e asaj feje. Të gjithë fet bashkohen në një dek për dënojnë mos më njohje. Okej? Kurse në rastin tim që mos mendoj që o bobo operacioni, o bobo mëlçia, o bobo shumë gjëra tjera që mos i përmend që fillojnë moshën time, i vetmi ilaç është puna. Dhe këtu bashkohem unë. Punoj gjithë ditën që mos mendoj, nuk kam luksin për të qenë i smur. Dhe është ilaçi që po më jep rezultatin më të mirë. Së shpejti kam dhe gjërat mrekullueshme që do realizoj, nuk i them dot sepse do prisha ca rregulla që unë kam të mira. Dhe kjo më mban, domethënë në momentin që unë shoh bashkëmoshatarët e mi, ndonjëherë dhe më të vegjël se unë, që i shoh ndonjëherë me bashortën të mormas, nuk e njoh më filanit, sa pas ka rënë, kuptoj që është pa punë. Sidomos në rastin e një artisti, se dhe ti me atë që bën, je artist,
arti shprehet Është në mënyra të ndryshme, në pafundësi formash. Është pikërisht kjo. Ti plakesh se nuk po jep më nga ana intelektuale. Domethënë, ti shkon palestër sa të duash, nëse truri të mbet bosh, edhe ti nuk updatohesh me gjërat e bukura, jo me pistollën që duhet ta lësh mjan, sa i të plak akoma dhe më shumë. Atëherë ti jesh e kot që jeton. Dhe kjo ndodh fatkeqësisht. Fjala pension që unë nuk do ekzistoj. E ke zhdukur nga fjalori. E kam zhdukur dhe e kam zhdukur që kohë më parë, sepse e kemi të gjithë në dorë ne për të mbajtur ne. Nuk është thjesht ajo puna e paras. Unë në shtëpi me qera jetoj. Më ka dalë nami që kam dhe 4 restorante, asgjë nuk kam paguaj kur shkojmë për restorante. Se i rash lapsit. Në momentin që unë do kem problemet e mia shëndetësore, uroj mos i kem ke duart, Amin. Sepse nuk të paktën me këto 2 duar, në çdo kafene të shkoj, se shiqyr sot pianot elektrike nuk peshojnë, do t'i marr 50.000 lekë të vjetra dhe unë do jetoj si zotni në fund të muajit. Deri aty i kam bërë planet e mia. Domethënë, në qoftë se ti updatohesh, qofsh 15 vjeç, qofsh 60 e sa jam unë, qofsh 80, shiko Robert Radojen. U krus nga hallet se ka pasur shumë probleme familjare. Ka pasur dhe një mos përfillje të politikës shqiptare, këtë qenef që kemi, më fal për shprehjen. Se e them me gjithë shpirt. Do të thonë që ti lesh artistët më të mirë që ke, dhe kur ikin pasaj i organizojnë edhe funeralin, që të kanë dhe turp. Ai prap me atë pianon e vet, ashtu siç ka qenë Roberti, profesor jon, ashtu vazhdon, i urti, i mençur. Ti japi mend jo vetëm gjithë muzikës shqiptare, por gjithë politikës shqiptare për atë që ai përfaqëson dhe për kulturën që ai ka dhe për anën politike. Ai vazhdon jeton. Unë ashtu plakësha o Zot, si Robert Radoja, sepse në çdo bar do më merrnin, do më jepnin 50.000 lekë. Tash po duan të japin më tepër se më jo. Por i 50 që o ta marr. Dhe po të shkoj 2-3 herë në javë, unë nuk kam pension, ti nuk e di. Unë kam qenë që në kohët e Enverit privat. Që në moshën 16 vjeçare unë krijova orkestrën e parë. Shumë nuk e di. Dhe që atëherë unë s'kam pranuar kur të punoj për asnjë institucion. Dhe kur flasim punë në rebelizmi, sot kur unë vjen për të qeshur. Se rebel në atë kohë ishte shumë e vështirë të ishe, se e kishim një rebel sipër dhe askush nuk jam bante. Por edhe pse është kështu, mu interesova vajta në këtë institut para ja 3 javësh. Një mikja ime, fansja ime, punon në këtë institutin e sigurimeve shoqërore, po. Edhe i thash shikoj çik aty, e di ku ekzistonin sigurimet e mia shoqërore? 2 vjet që më degdisën ushtar. 2 vjet. Po, mua më çon ushtar. Domethënë praktikisht je pa pension. Jam pa pension dhe duhet marr 25.000 lekë vjetra nga bashkia, më duket. Dhe mendo tash ti, unë duhet kisha disa vite ndoshta që ti kisha bër kërkesë kryeministrit, që e kam pas shok plase, që të më japi pension special, pse duhiq. Sepse nuk mendoj që unë i plotësoj kushtet për të marrë pensionin special. Për një arsye. Jo për unë, për Gjergjin, dhe për sa unë kam dhënë, por shoh që nuk e kanë shumë të tjerë që meritonin ta kishnin. Dhe unë nuk do shkoj t'i lëpijem kërkujt për ta pasur atë pension special, po duan të ma japin. Unë kam një fat që kam dhe dokument italian, jo për meritën time, por për familjes time, do pres të marr pensionin italian. Italia ka 67 vjeç. Kështu që edhe prapë unë vazhdoj dhe bëj jetën time, nuk shkoj bërtas që më shëngër e drejta mua, sa herë më hahet dhe sa merë të më hahet akoma, po bëj luftë për drejtën e autorit. Sepse e quaj... Ke probleme me drejtën e autorit? Unë e kam filluar me vettingun edhe do t'i shkojmë deri në fund. Sepse vidhemi. Dhe kjo është fjala. Është pronë intelektuale juaj. Vidhemi në mënyrë të tmerrshme se mua do më mjafton te drejta e autorit me 47 vite që kam në ekran. 47 vite të jetoja jo vetëm unë, por dhe atre breza pas meje. Dhe mos ja shtrija dorën kërkujt, dhe mos i shkruaja letër kërkujt për atë që ndoshta meritoj ta kem. Ndaj kur i ke këtë ide shpend shumë të qarta, dhe unë si kam pasur sot, që jam 63, dhe i kam pasur edhe më i ri se ty, se nuk e di, brenda meje
E dija që ndoshta do vinte një ditë kaq e zymt. Nuk e prisja kaq zymt, sepse në fund të 80-s ishim gjithë me shpresën që Do bëhet diçka mirë. jo që do bëhesh, apo që ne do ishim më mirë se Zvicra. E kishe të shpresë. Neve fluturonim në një mënyrë që për të gjithë intelektual e jo intelektual. Problemi është që nuk e prisnin kur të katandisëshim nga të gjithë qeverit. Kështu si jemi katandisur. Dhe kjo nuk është një gjë që thuash unë jam me opozitën. Jo, unë jam Opozitar. Si ty, unë jam opozitar. Opozitar. Këtë nuk kuptojnë pacientët. Po duhet ta po mirë varet nga tipi i Këtë nuk pacientit. kuptojnë pacientët sepse Varet nga shikoj, tipi. unë jam i shprehë, Gjergj. Kam mbajtur një fjallim atëherë në fushat. Unë jam person politik, kam mbaruar shkenca politike, kam ambicie politike, po i kam thënë hapër që në ditën e parë që kam dalë në ekran, nuk bëj si këta Cezari, nuk e du kurorën, po du perandorin. Ti jesh në anën e dur të historisë. Në momentin që Gjergji është në anën e dur dhe kanë 100 katall para, mund të jenë më të fortë, më të pushtetshëm ekonomikisht, financiarisht, si duash ti, unë do jem të ty. Unë të ndoqja se si për kompjuterit tim që punoj në studion time, kam dhe i televizor të vogël që më shumë ngrej kokën e shoh lajmet. Po. Newsin mbaj. Edhe Newsin e mban gjithë Shqipëria, më kanë parë një të madhe. më dole ti duhet ishte ritransmetim. Po. Dhe ndalova kompjuterin sepse vjen për qesh sepse kam qeshur atë moment. Në pemë ngjellën. I me gjelën që unë Spartakun e njoh shumë mirë dhe i respektoj logjikën shumë, ka logjikë shumë të hekur të di dhe çka hequr nëpërmjet dikujt që ka qenë qeli me atë, dhe është një nga të paktët burra që e ka përballuar burgun siç duhet. Tash u po i kthehemi pse ne na shkon gjua gjithmonë ke dhëmbi, që i prishur. Por ama ishte një diskurs që ishte, mua më pëlqeve ti në atë moment, se me Spartakun jam mësuar. Sepse pastaj besoj unë u përqafua aty se Spartak. Kemi pasur një komunikim shumë të ashpër. Ishte. Edhe pas Edhe kujtave, pas. edhe pas kujtave sepse unë kam që korrigjim veriore. Po. Dhe dua unë sado që jam brumosur në fier në Lalëri, në Muzeqe. Me gashti duhet jesh nga Kosova, Po, nga unë jam i Malësis Gjakovës. Asis Gjakovës, po. Dhe ne kemi një parim. Mua baba dhe gjyshe më kanë thonë Gjergjin, ti du ta respektosh, edhe në qoftë se ty të duket vetëm më i zgjuar, sepse ai të hedh tyç me thinja. është prej e mëndshur. Thinjat e ti të rrëzojnë ty, sa do i fort jesh ti. Është e vërtetë. Dhe më kanë thënë vetëm një gjë që me të mëdhenjt ti do sillesh i respektueshëm edhe sikur të bien qaf. Që nuk e bëjnë, shumica nuk e bëjnë. Dhe unë atë lloj parimi, pra kur dal në ekran, unë mendoj vetëm nënën time dhe babën tim. Nëna ime bëhet me tension nëse unë dhe kam të vërtetuar se unë jetoj me prindrit, kam shpirt, kam jetë, dhe s'do me bëj se gjithë kanë shpirt dhe jetë prindrit. Faleminderit Zotit që i kam gjallë, se kjo është pasuri e madhe. E di që bëhet me tension, e kam parë 20 tensionin kur unë kam bërë një debat me një tjetër, tash e vrava maman time. Mos e lejo të shofi podcastin. Ja kam hequr. Atë emisionin. Ja kam hequr mamit, kurse babi është tifoz. Babi im është tifozi numër 1. Ajo që nuk më pëlqeu mua tek Spartaku, unë kisha më rrëzoj pritshmëritë. Një lloj si ty tani, the ka logjik të fortë. Unë ja doja dhe arrogancën Spartakut. Ja dua dhe sepse vetë përdor një arrogancën ose gjitha. Po jo fyerjen, jo poshtrimin. Mund të ketë qenë ai në ditën e vet jo të mirë, ndoshta. Po pra, po unë nuk e meritoj kur unë të ftoj si mik, Qartë. ti të më godasësh. Mirë, megjithatë, unë mendoj se unë nuk, nga që nuk ri interneteve, ri vetëm për të marrë gjërat që mua më interesojnë, nuk e thash kot të gjë. Besoj që do jetë më i klikuari, se ne matemi me klikimet. Po pra, po Do të këtë e bëjnë shumë kastile, se këtu do dilja, e bëjnë enkas. ai ma tha në fund, Gjergj, ta llogarisim audiencën ta. E kupton? Sepse kudo që mund të ketë shkuar Spartaku, i kanë bërë këtë diskurs dhe shkatrimi i televizionit, i medias shqiptare do jetë vetëm ky. Avokatit është. Dhe ki e prej me e këtë gjë. Jo. Do jetë kjo, puna e klikimeve. Ti e di që pronarët e televizioneve thonë sa klikime bën dhe çfarë bëjnë programe, tash unë do ta them sepse kam shoqë dhe shok që kanë programe. Para se të japin një program, blejnë klikimet. Për t'i thënë pronarit, unë di emrin e një programi, se është, jo, nuk e them, se
nuk do ishte etike. Del Jo, keq. absolutisht, nuk. Emrin e një programi se unë kam mike persone që ma ka qarë këtë hall. Edhe thot gjerë që unë blej kaq milion lek në muaj klikime sepse ndryshe pronari më mbyll programin. Dhe ky do jetë fundi i televizioneve shqiptare. Unë mendoj që në xhiron e mendoja që duhet kalonin ja 15-20 vjet akoma me televizionet, po mendoj që në Ballkan, se ky është një fenomen ultra ballkanik, televizionet do marrin fund, mendoj që brenda i 7-8 vjetësh. Ben Blushi, pashka se unë nuk kam një konsiderat për figurën e tij është personale, ja vlerësoj shumë inteligjencën. Shumë inteligjent. E ka për mirë apo për keq, pu për të, e ka punë me Nuk ka Zotin. ka dhe inteligjencë perverse që e kanë gjithë prisit. Po. Të kujton dikë, besoj. Unë atje ja besoj fjalën, sepse nuk i besoj atij, besoj inteligjencës Benit. Televizioni vdes për 2-3 vjet, e ardhmja është podcasti dhe YouTube-i. Unë po t'jap 8 se dorin paktën këto shtetërori e disa tjerë, por nuk do jetojnë më shumë. Sepse pikërisht po i shkatrojnë vetë ne. Ja më falë, pse shifet programi im? Jo më po e marrë, unë nuk e kam pritë. Sa do unë e quj veten me nuhatje, se të bën jetat kesh nuhatje. Eksperiencë. Sa herë kam thyer kokën, gjitha këto të bëjnë një eksperiencë tjetër në jetë. Unë nuk e besoja që ne mund të arrijmë në pika të tilla. Domethënë deri ke, po them dhe gjë tjetër që është kulmi. E dini kush shifet më shumë, kush ka shikueshmëri më shumë nga të gjithë programet televizive në Shqipëri? Filmat shqiptar. Filmat shqiptar. Po, tani që e mendoj edhe ne kur ulemi me shokët, ore filmat shqiptar, ato që ne nganjëherë po themi po. RTS film. RTS film, nuk e di sa RTS shqip. RTS film. Dhe çfarë po ndodh? Kanalet e tjera televizive po ta vësh re, kanë filluar të bëjnë filma shqiptar. Dhe madje në listën e panumër të filmave shqiptar janë ja 50 prej këtyre, që këto mjeshtra tan, në thonjza mjeshtra që bëjnë të kërkimet e Mercatos, thonë që këto janë filmat më të parë, dhe po vure këto të tjerat, pse? Është një vërtet e madhe. Ku shihet më shumë ekrani? Ku nuk ka punë? Kemi bujqësi s'ke. Do më thënë ti ke rrethin t'i bjem shkollë. Dili jashtë Tirane, ato që kanë mbetur, ato të vjetër, të shkret, shumë merë pa fëmijë, ato i kanë jashtë, kanë ardhur në Tiranë dhe i kanë lënë atje. Shikueshmëria më e madhe është atje. Sepse Tirana, me rrëmujën që ka, me amullin që ka, me klubet e natës që ka, me bllokun, me gjitha, nuk ka kot shofi ekran. Po. Në Tiranë, shef ekran, Anvisa, që është pa punë në shtëpi, pensionistët, njerëzit me mend që zgjedhin disa programe, fatmirësisht edhe programin tim, prandaj unë kam shikueshmëri. Po e diti që unë që jam dhe qefli i faki ushqimit, dhe jo pak, bredh shumë jashtë Tirane. Po e diti si më bëhet zemra mal kur më vjen një fshatar. Edhe më thot, ore, sa budalla kam qenë që s'kam parë opera. Sa budalla kam qenë që se njefsha këtë gjë. Dhe unë çdo të shoh programin tënd. Gëzohem shumë më tepër se të ma thot ma thot plasari. Po. Pse? Sepse muzika çfarë qëllimi ka? Ose çdo lloj pune çfarë qëllimi ka? Çdo politikan çfarë qëllimi ka? Çdo politik çka që ti bëj për vete. Jo me urdhra njerëzit, por kështu, në këtë mënyrë. Ndaj, kjo punë e televizioneve, në qoftë se nuk ndryshon mënyra e të bërit televizion, jo të vësh lloj vulgaritetesh me shpresë që ti po ke klikime, se ka një problem, ti e ve vulgaritetin, po në kohën që ke marrë klikimin këtej, se në televizion kur del ti nuk shef njeri. Po. Se kemi, vulgariteti në për TikTok-en për gjëra, ti po shkatron dhe një pjesë shumë të madhe të utencës, që është ajo utencë si do të mbante gjallë televizionin tënd. Dhe këtë fatkesisht nuk po e kuptoj. Unë kam dëgjuar familjar në muzikë, në makinë, në dërmi, gruaja, 2 fëmijët përkatësisht 7 ose 5 vjeç, me këngën kokaina, na. Po. Jo kokaina, kjo është nga më të mirat, kjo tjera që janë akoma shtyn vetvrasje. Po si mund të shohësh ti fëmijës 5 vjeç me kokaina, 7 vjeç kokaina? Si mund të vendosësh një grup rapi, një gjë? Ka plot të tillë, por këto të tillë i ka edhe bota.
Jo me këtë përqindje si i kemi ne normalisht, por i ka. Neve nuk mund të edukojmë as muzika dhe asnjë politik nuk mund të edukojë një popull të tërë. Do ketë gjithmonë firot e vet. Victor Hugo'i, që është klasik, juve e përmendet pak më parë, ka një shprehje, do ma korrigjosh ti nëse e citoj gabim. Muzika është procesi që ndodh, më thënë, kur hesht zëmra, kur hesht mendja, është plotësimi i saj, tani nuk dita. Mirë, është ajo që thash që është e Beethovenit, kur mbarojnë fjalët. Jo kur mbarojnë është jo e Beethovenit, Hugo'i e ka thënë në një formë tjetër, do futem tani ta gjej aforizmat. Biles e kam parë në një televizion e kam parë. Po. Para se të hapej ekrani, edhe më pëlqeu. Unë mundohem t'i vëj her pas here këto aforizma dhe në program se janë megjithmonë të thonë nga njerëz të mençur. Por ka diçka, është luks i madh të edukoj muzika, tash ne duhet flasim siç kanë buk. Muzika edukon për të mbyllur disa brima të themi, disa mungesa të themi, më mirë, që ka shpirti i njeriut. Muzika ndihmon jashtëmase, domethënë, sidomos muzikoterapia që quhet. Po. Muzikoterapia, unë do ta vazhdoj se bëra një program për mjekët që më kuruan mua, me shumë respekt për ta. Thjesht me kanë bërë duke qenë i shtruar në pavion, sepse pash që nuk janë të gjithë njësoj. Domethënë, pash që ka dhe i mjekë. Kjo është pak për e sigurt. Të mrekullueshëm. Kjo është pak për e sigurt. Dhe muzikoterapia është një nga ato ilaçe që njerëzit po ta përdorin do kuptojnë menjëherë ku kanë qenë të smur. Tash nuk shëron smundjet por streset, problematikat familjare. Fëmia që ka grip, që është i smur, ore deri aty ka libra që ekzistojnë. Në pavionet të kohës, të themi, që nga Gjermania e deri në Kanada, e deri në Tokyo, janë pavionet të tëra që shërohen me muzikoterapi. Të mendoni që është quhet efekti Mozart, sepse Mozarti, që ta dëgjojnë dhe njerëzit janë kuriozitet shumë bukura, përdoret në neurokirurgji. Neurokirurgji Mozart. Po, sepse është shumë solar, nuk ka piano crescendo, me njerë që mund të krijoj paksa ndrojtjen, trembjen, për shembull nuk mund përdoret Wagneri ose as Beethoveni në muzikoterapi, përveç stidin që ato kanë përfaqësuar. Por Mozarti, Rachmaninov është tjetër efekti Rachmaninov që vihet zakonisht kur dalin këto të smur që sapo kanë mbaruar dhe duhet shkojnë në reanimacion, ato ditë që duhet vihet Rachmaninov, sidomos koncertet për piano. Nuk e di atë. Por Mozarti, efekto Mozart, si quhet efekti Mozart, mendo ringjall qelizat e vdekura të trurit. Ose ky që vdiq, për mua më i madh i muzikant italian, Beppe Vesicchio. Po, Beppe Vesicchio po bënte një studim shumë interesant. Kishte dëgjuar që në një stall në Wisconsin, në Amerikë, nëpërmjet muzikës që i vinte stallieri këtyre 8 lobëve që kishte, jepnin 2 herë më shumë qumësh në ditë. Dhe niset nga Napoli dhe shkon në Wisconsin deri 3 muaj. Dhe fillon me bën një studim. Dhe kthehet, dhe unë kam dëgjuar një intervistë shumë të bukur në Rai 5. Dhe i tha, unë nuk kam stall lopësh, por të njëjtin funksion, tha gjallëse janë dhe lulet, dhe po e bëj me lulet. Dhe kishte vënë ai që kur vinte Mozartin kishte marr këtë muzikoterapin që ndodhte me të smurët me muzikoterapin, kishte marr Mozartin për lulet dhe shikonte që lulet kishin më pak nevojë për ujë dhe lulzonin më bukur kur i vinte Mozartit. Po ashtu të njëjtave lule i vuri një muzikë tjetër, filluan të thaheshin. Dhe po jepte diçka për njerëzimin të mrekullueshme. Ishte lidhur dhe me 2 studiues të mëdhenj, një anglez, një amerikan, dhe po bënin një teori komplet të re për të studiuar në shkollë për të mirat që jepte muzika. Por gjithashtu edhe për të këqijat, dhe merrte Marilyn Manson, muzikën e tij, sa veta kishin vrarë veten. Domethënë, satanike. Po ti futesh, un po flas nga muzika se unë e adhuroj, nuk jetoj dot pa muzikën. Domethënë, jo vetëm për ta dëgjuar, po për ta kuptuar pse ai X ka shkruar këtë lloj muzike. Se kjo është më e rëndësishme, sikur çdo këngëtar i ynë të thellohesh e ke muzika. Pse
Adrian Ila, Ardil Gjebrea, ose ku shkruan këngën, ka shkruar atë muzikë do ta këndonte 100 herë më bukur. Po asnjë nuk e bën. Thjesht marrin notat dhe I këndojnë. Ndaj në botë kanë gjithmonë sukses, më shumë se këngëtarët, kanë të autorët, edhe kur s'kanë zë të bukur. Rasti I Lucio Battistit është nga këto raste. Biles, vetëm zë I bukur nuk mund të quhet zëri Lucio Battistit, por asnjë E ndjeni. nuk arriti të këndoj këngët e Lucio Battistit si ai vetë. Ka ndodhur një fenomen në vitet 50, mos gabofsha, se më kujtove këtë muzikoterapin. Na ka ndryshuar disa frekuenca neve, Gjergj, në radio. Nga 432 Hz, Nuk e di këtë gjë. na kanë çuar 440. Po, Në Radio Tirana. Jo, më thënë, në Amerikë, Jashtë. jashtë, edhe u bë një lloj rregulli botror që frekuencat të ngrihen. Janë hequr dhe këmbanat. Këmbanat e kishave kishin një lloj terapie që sa herë që binin frekuencat e tyre Po, qetësonin njerëzit. që eko e tyre Egoja e gjitha, tyre po prandaj e shkatrun edhe atë si nocion. Edhe na ka ngritur. Me rritjen e këtyre frekuencave rritet niveli I stresit, I ankthit, I kancerit, I të gjithave me radhë. Nuk e dija këtë gjë. Radioaktiviteti ndikon shumë, dihet, ndoshta ka të bëjë me këtë gjë. Dhe unë çdo natë, më thënë, ka pasi periudhë të jetës time, unë e dashuroj Dritroa Gollen, I ndrit shpirti atje ku është. Më thënë, penge kam që nuk e gjeta gjallë kur e kisha këtë, sepse në shtëpi do t'i veja. Unë kam pasur fatin që Jo të ri, madje edhe ta pim një gocë së bashku. Dhe unë kam dëgjuar me tim vlla për një vit rresht, çdo natë para se të flinim, kur shkruaja vargje. Në YouTube 30 minuta melodia që kishte vendosur kolonën muzikore dhe fjalët e Dritorit. Muz. Sigurisht Sirena. Më duke vetë si Odiseja. Më zinte gjumi bukur, po filozofia ati, mënyra se si e thoshte aq shelegu, bejkja, patatja, lëkura domates, më rriten thonjë. Këtë ka pasur. Toka e sjell në luks, domethënë toka e sjell për këdo. Vargu I Dritorit ishte I tillë. Dhe sot, unë kam kaluar sot, për shembull, unë jam zgjuar me highway mix music, muzik progressive, që përfshin techno, house, po super mega cilësore, sepse unë kam kuptuar që mua nuk më pëlqen. Po shumë herë atë pas ke lënë për ta dëgjuar në mëngjesat. Ti jep forcë sa ti jep. Tër natën. Natën. Edhe çike vështirë në mëngjes. Edhe çojmë me mëngjesin. Është pak e vështirë në mëngjes. Sepse unë ashtu e kam botën tim. Unë e kam melodinë e ëmbël. Mua më pëlqen shihet e ëmbla, edhe parfumi më pëlqen I ëmbël, edhe muzikën e du të ëmbël. E kam për shpirt, më thënë, ime më. Sa shenja jeti? Unë jam virgjeresha. Virgjereshe e çuditshme në mënyrën si. Po. Domethënë, jam një virgjereshe, ngjaj shumë pak me virgjereshën. Po pra. Shumë pak me virgjereshën. Dhe kam kuptuar diçka në atë pjesën pas adoleshencë, unë gjoja shumë metal. Mirë. Eksperiencë e bukur është metali. Led Zeppelinat, Iron Maidenat, AC/DC-n e gjitha me radhë. Ime më shqetësoj. Normal, brez tjetër edhe vjen tezja. Teza unë kam si daja, nga që mami janë motra pa vlla, dhe tezën e vogël ne e quajmë daje me përgdhelje, se kemi thënë kur teze bana I themi në emër. Po teza nga që është me artin, është redaktore kulture në RTK, gazetarie, bot mondane atje, intelektuale, që gjitha me radhë, vjen te ime më dhe I thot, o ti goce, thot, ti mos u shqetëso se po të gjon djali muzik, kënaqur që të pakën po të gjon muzik cilësore. Edhe më ka ngel këtu o Gjergj. Pra një njeri që ta kupton, thot, më mirë të dëgjoj këtë tipin që thot arma, droga, tjetri, apo të dëgjoj Led Zeppelinat. Këtu ka një problem shtetëror që ne shumë I madh. Në asnjë shtet, përveç disa lagjeve të humbura në Ballkan, ekziston kjo mënyrë e divulgimit të muzikës pa kontroll. Në një kohë që ne kemi amën që vën gjob ty edhe për një fjalë gabim. Në një kohë që ka me qindra klipe që në mëngjes, që në 5 mëngjesit, që delaj me kallash, që delaj me maska, dhe as merret as I mas. Ky është një fakt që nuk e di, është për mua do vazhdoj të jetë një çudia më e madhe. Domethënë tjetri thot hajde më kap dhe ti se kap, sepse divulgimi I kësaj gjëje është baraz me nuk e di, është sikur të kesh një luftë civile.
ti po do apo s'do, ti po të edukon masivisht si shtet, sepse këtu flasim për institucione shtetërore, që marrin rrogën për këto gjëra. Si mund të lejosh ti? Ore, njëri ti ka ikur mendja, do të flasi për urrëtitjen, por nuk ta lejon tjetri të merr prej zverku të fut brenda. Në televizion nuk diskutohet, por dhe të dalësh në YouTube, të dalësh në Facebook, quhet, instigim për këtë ka ligje. Si mund të lejojmë ne këto lloj videoklipesh? Në petkun e një shprehje që spekulohet në mënyrë të vazhdueshme, liria e fjalës dhe e mendimit. Ç'liria e fjalës dhe e mendimit është kjo? Kur ti të nesër shef fëmijën tënd që del me thik nga shtëpia se ka pa klipin. Po, se ka pa klipin. Sepse kur ai i klipit bëhet idhull i fëmijës, ti ke marr fund si prind. Ti në atë moment ke marr fund si prind, sepse artistët në botë po bëhen idhuj, po ka nga ata që detyrojnë fëmijën të vetvritet, siç ka ndodhur, ka edhe nga ata që e bën fëmijën më të mirë se ç'ishte. Ndaj, si ka mundësi që ky shtet nuk merr masa dhe e keqja është unë që merrem me këtë zanat dhe duhet shikoj çfarë ndodh rreth meje. Po ka lojmë çdo lloj pritshmërie negative, sepse janë shtuar pa mas këto lloj klipesh dhe ky divulgim. Dhe po për kuriozitet, të shkosh në një shkollë 8 vjeçare dhe të marrësh telefonin e një fëmie ose ti shohësh apo bën, dëgjojnë dhe shikojnë vetëm këtë muzikë. Se jo vetëm e dëgjojnë ato fjalë, por dhe e shikojnë dhe ti shteti lejon në petkun që jemi të lirë dhe mund bëjmë çfarë duam, atëherë po të viu në shtëpi ty me një band, po të bazdis edhe ti s'ke drejt më duhet. Se edhe un kam lirinë time. Domethënë të arrim deri këtu. Unë këtë nuk e kam pritur. Domethënë këtu ti fasaj thua, por i po mbaj këtë gjën time, unë dhe këto tjerët që kam që janë shumë. Po. Shqyrë Zotit. Po mbajmë këtë lirinë ton brenda 4 mureve, sepse 4 mure s'duhet dalë, se po dole, të merr dreqi. Kështu që sado që unë të qirasha akoma, se boll jam qerr, jam lodh. Tashi, po merrem vetëm me drejtën e autorit dhe aty do të qirrem, sepse ka të bëj me pleqërinë jo vetëm timen, po të mirë artistëve tjerë që fatkeqësisht flen gjumë, sepse për del vetëm Gjergji, edhe 5 nga ato, po 500 tjerët thënë s'duam ne të prishemi, ne vazhdojmë të jemi. Kujtojmë që jemi në atë kohë. Ke qenë 5, e ke 6 sepse unë njësi puna juaj duhet të mbroj pronën tuaj intelektuale, edhe mua më është vjedhur material. E shikoj materialet e mia, fitojnë njerëzit lekë nëpër Instagram, nëpër TikTok. Kene është bërë kërdia. Mua më fal për shprehjen, më lërohet nëna këtu. Ndel zvërgu këtu. I bëj gjitha, siç e shikoni, i bëj gjitha vetë edhe regjin. Këtu flas me bultin, ma hap, ma nuk e ke luksit të marrësh një respondent, siç e bëj unë. Gjithë kujtojnë që unë Gjergj Deka ka 40 veta. Jam unë, bashortja ime dhe 2 tjerë, 4 vetë jemi që bëjmë gjithë eventet në vit. 4 jemi edhe 4 veta. 4 jemi edhe na. Më krusem gjithë ditën punoj, se tash më pëlqen dhe të punoj, por edhe nuk më del paraja. Nuk të del Gjergj me marr tani 40 veta stafu për. Nuk del kur. Se ne kemi sponsora që po na japin 30.000 euro një sponsor në vit, edhe po ndan rroga ti, po ndan bakshishe, po ndan gjitha. Neve sot dalim këtu për t'i dal një, më thon, e kupton që dhe me klikimet false ndërpreva nuk fiton gjë se klikimet duhet ta rish, dhe janë pralla ato që po bëjnë namin duke fituar me klikime, se i di shumë mirë. Fitojnë vetëm me sponsorat. Ta thash, dhe shumë lek nga sponsorat argjohen për bler klikime, për t'i thënë sponsorit që shiko sa shihem unë. Pasi të mbaroj emisioni, do të tregoj shpendi që fitohet nga klikimet, po you have të djersisë dhe shumë vlla. Po e di shumë mirë që fitohet me klikimet, të djersisë dhe shumë. Shiko, ka mënyra me këtë shumë llojshmëri dhe këtë pa kontroll të podcasteve, se unë po shoh çdo ditë çdo njeri po bën një podcast. Domethënë, duhet në radhë parë për të bërë një podcast duhet kesh tru të bësh një podcast, si e ke quar edhe ti. Tru. Pa tru nuk bëhet një podcast. Se çfarë do flasësh ti, çfarë shembulli do japësh ti. Ajo që unë po shoh fatkeqësisht, po bëhen podcast edhe programe në rrjetet sociale ku qëllimi është vetëm të mbledhin lek. Dhe ka arritur një kulm që promovojnë edhe gjërat më të rrezikshme. Leqet nuk pyesin fare edhe fshesa e çfarë do promovoj. Por edhe ushqime që ti i ke kapur s'ka duara, vetëm që të marrin lekët ato i promovojnë. Dhe kjo, sidomos
disa personazheve tan me emër nuk i falet. Sepse i kanë bërë lekët, edhe po i bëjnë dhe me thas. Atëherë të kenë kujdes edhe në zgjedhjet e produkteve që promovojnë. Sepse po promovojnë për hir të lekut edhe gjëra të frikshme. Por do vi një moment që do më kërcej dhe mua, edhe do dalë në program do t'i them dhe me emra. Sepse nuk mundet dot në një kohë që del AKU-ja dhe ka kapur atë markë, në ditën që ti promovon dhe e gatuan biles, e ka kap me gjëra me myk për fëmijën, me pula me salmonel dhe ti mi promovon. Do të thonë që këtu, ajo më e famshme në Itali, Chiara Ferragni. Po. E dëgjova historinë që doli me një panetone, që ajo flasin për miliona euro në muaj, jo? Doli me një panetone dhe u bën nami. Po. E kanë çuar, e kanë dënuar. Para pak e dënuan, një vit e sa burg. Po. Këto tona duhet marrin burgin përjetshëm. Po. Nuk mundet do ti të promovosh produkte që ti nuk e di çfarë janë, ose shko interesohu, sidomos produkte ushqimore. Dhe këtu e mbylla se po vazhdova me tipin që kam, s'po të ngacmoj se do ta prishim podcastin. Po ndezet ti do ndizem dhe unë. Dhe kur ndizem unë në këtë moshë shumë e keqe se shuhem shumë vonë. Shumë problem. Ka pasur raste që janë kapur dhe produkte nga shteti për kontrabanda të lëndëve dhe ai lloj produkti vazhdon të jetë sponsor general në shumë po e di shumë mirë, emisione. E kam parë. Por ato janë aty është shteti. Aty kur po them që këto gjërat e përditshme në podcaste që marrin miliona e miliona nga sponsorët. Kur e nisam fillim fare më erdhi një mik moshë e madhe, se unë shok qysh zotit e kam gjithmonë më të mëdhenj sa vete, se gjithmonë ka pëlqyer me çuna më të mëdhenj. Inshallah i ke edhe më të mençur se veti. Edhe më të mençur, shqyr zotit. Po më i vogli vetëm mësoj, student. Po. Po gashtan, qofse të vjen kjo se kjo po nxjerr shumë marketing. Të lutem të sugjeroj që mos ta marrë sepse është junk food. Dhe si do lidhet tash sa bukur, si do lidhet emri tru kur ti po merr një produkt që dëmton trurin. Po normal. Ja fut vetes më thamë. Po. Nuk të duhet 700 euroshin, 1000 euroshin të fund muajit sepse të prish perandorin. Nuk diskutohet. E ke hapur sot për nesër, jo e tash më duhet pas 10 vjet, 15 vjet. Aty që bëj dhe unë program, nuk mbaj frymën, nxjerr një pip më tha. Nxjerr një pip edhe mbaj frymën se të vjen e mira. Dhe nga ky podcasti erdhi Irfani me ofertë. Erdhi Luarasi, universiteti me ofertë. Edhe kush e di sa porta tjera do hapen nga kjo. Po të mbash të njëjtin qëndrim. Dhe ta thotë njëri që e ka bërë me shumë vështirësi në jetën e vet dhe vazhdoi ta bëj. E vetmja gjë që unë jam shumë krenar është ajo që kam bërë unë si Gjergj në zanatin tim. Shumë herë zanati ngatrohet me jetën private, me gjëra. Shumë njerëz sot e kanë zili Gjergjin se edhe është ndarë disa herë dhe ka pasur ca dashura në arim deri ke këto budallëqet tona. Kurse unë dua që tjetrit më shoj për atë që unë po mundohem me vite të tëra për ta bërë. Dhe më mendo, kam filluar, nuk kam mbaj mend vitin, po unë kam qenë 15 vjeç. Jam 63. Se kam lënë një ditë muzikën. Dhe të më dali një njeri të më thotë që ti Gjergj, në këtë periudhë të jetës tënde, ti vure pantallonat e gjona, ktheve kapelen, bëre këtë gjë. Po ti ke bërë. Unë nuk e kam bërë kur. Dhe në momente shumë vështira dhe nga ana ekonomike që kam pas jetën time, se kemi pas lutzume. Kanë qenë periudha që as cigare nuk ishim pini, më merrnim shokut, por ama nuk u shitëm. Se të shesësh ndjenjat për herë ose ajo tashti e kaluam këtë gjendjen komunizmin, këto u hapën dyert do bëjmë namin, çfarë bëm namin. Mos i llojojnë çfarë. Dhe paradoksi është që në botë çam me atë muzikë që na e kishte mësuar ajo koha atje. Po, ky është paradoks. Kush është paradoks? Çan ata që ishin në opera, ata që mbaruan akademinë, ku çave ti me muzikën e lehtë? Ku çave ti me muzikën jazz? Ku çave ti me muzikën elektronike? Na si vend. Domethënë, nuk ishte ndryshimi i situatave që ty të bën të njihesh në botë në art. Jo, të bëri shkolla ruse. Se ishte ti më i zoti se ai italiani dhe se ai francezi, që se kishte luksin, kishte profesorët që kemi pas ne. Që nga Ermonela Jao, që nga Inva Mula. Fal pedagogëve, këtu janë bërë. Jo të atyre atje. Bota i gjeti gati artistët tanë.
Dhe po ta bësh këtë analizë, ti kupton që ne na roft hapja e dyerve, na roft kjo liberalizmi i madh, jo kontrolli shtetëror që shkatroi edhe muzikën dhe artin përgjithësi, se doli i njomi i thati, madje ai i njomi e griu atë thatin, siç po e grin. Dhe ti nuk çave kur me art në botë, përveç se këtyre elementeve që nuk është merita e kohës Po demokracisë. unë kam vetëm një kuriozitet. Në kohën e monizmit, në diktaturë, njerëzit ishin të etur për të dëgjuar Celentanon, rrezikonin dhe rrezikonin jetën Shumë. për të dëgjuar Celentanon, Ti kanë kalur burgjeve. Zukeron e më the Nuk tash. ishte Zukur atëherë, po ishin këto emrat e përmendë njërin. E vjetër, se unë jam breziri. Pa. Pasi u hap, Si dëgjonin më se qonin vjetër. kalon turbo folk, ma. Po pra. Se të kalosh nga Celentano tek Gjergji, po ta kuptoje vlla emrenat njëtës ke ulur pak standardin, se Celentano është shumë lart. Shiko, Po të kalosh te turbo folku, është shumë i thjeshtë diskursi, sepse ignoranca ka gjithmonë tendencën të mësoj nga ignoranca. Ne nuk morëm për shembull më Italinë, nuk morëm Anglinë, nuk morëm hyjet amerikanë, ne morëm Ballkanin. po. Ne pan ç'a bënte Azizi në Bullgari, ne pan ç'a bënin pjesa e keqe e Bullgarisë, se Bullgaria kishte ka orkestra jazzi, ka opera, ka mrekullira. Këtë gjë bën. Turbo folkun e Kosovës e morëm ne këtu, në një kohë që Kosova se pranonte vetë. Po. Do me llumin e Kosovës, që Kosova nuk e pranonte, po e përsëris, e morëm ne dhe e nxorëm festivale. Sepse e quajtëm këtë terren. Ku ishte qëllimi? Që të fitoheshe para nga populli i panxën. Do me thëmë, në një kohë që populli, masiviteti nuk dinte ç'ishte e reja në muzikë. Ne i ofruam këtë, kështu shkaktarët jemi ne, kolegët e mi janë. Unë shqyqyrës kam qenë këtu. Por edhe unë, dhe duke qenë atje, duhet kisha bërë diçka. Kështu që dhe unë futem. Neve këtë i ofruam. Neve nuk i ofruam Celentanon, ati në Gramsh, asaj punojnë se shkret në fabrikat që ishin akoma. Ne i ofruam, se kam ngojtë ca emra që dolën këtu. I ofruam atë, ignorantin. Atë që kishte vjedh mo Azizin, atë që kishte vjedh Turbofolku, atë që s'kishte iden, s'kishte parë një të vetë një tastier, por që i mërte të gatshme. Këtë i ofruam në një popull dhe e shkatruam. E shkatruam në shije, sepse në çdo radio që hapje ti, në çdo ekran videosh që hapje ti, ti shikoje vetëm këto. Nuk e pe njërët vetë me ti Celentanon. Ndaj edhe nëna i këndonte një null turbofolk kur linte fëmia. Deri atje. Dhe çfarë pret ti? Ky fëmijë sot u rit dhe është bërë me fëmijë vetë. Po. Nuk ndryshoi. Filmi Idiokracia. I ndryshoi ndoshta ana ekonomike, u bë me lek, po leku nuk të nxën brenda. Leku aq sa i mirë është, aq i keq është në rastin e ignorantit. Legu një lloj si çdo instrument ose substancë tjetër, ke i zgjuar i leku zëvend. Ke i amplifikon atë që je. Intelektual jo. Plotson dëshirat, shumë dëshira që ti nuk e mundësi, ti plotsosh pa lek, plotson udhëtimet, shikon botën, shkon në një opera ku bileta bën 10.000 euro, që nuk e mundësi kur ta shohësh. Ja, unë s'kam arritur dot të realizoj këto ëndrat e mia, nuk i kam ato para. Për një njeri që ka këto ëndra, këto perspektiva që i del në ëndër, Madison Square Garden, opera e Parisit. Në Londër nuk kam lënë muze pa hyrë. Pra, sa ke paguar? Në 2 pound. 80% e muzeumeve të Londrës filloi që nga Araktidet, më thënë këto araknet, krustacet. Te para Jurassiku kam parë balenën e kaltër të balsamosur 32 metra. Syri Londrës, akvariumi, veten në Sicili. Tek muzeu i filmit, kinematografisë italiane. Është një mirë në Bologna, me që të pëlqen filmi, edhe Bologna ka. Në Bologna do vete, se vajta në Reggio Emilia, isha unë dhe shoqja ime, të vetmit në 15 vitet e fundit shqiptar që kishin kaluar sepse unë mbaroj të shkruaj emrin. Ke pra të shkurfutesh muzeum, shosh Pendi Gashi, firmën, data, erdha në këtë lloj data. Albanezita jeni të vetmit shqiptarët që keni ardhur këtu. Vajta edhe tek muzeumi i D-Date, zbarkimit të Aleatëve në Sicili. Perl.
Ka bota shumë, pra ne po them, Per- leku në duart e njerëzve që kanë këto ëndra. 15 euro Neapolisi o Gjergj, 15 euro kishe 40 hektar për të bredhur ti, për të parë ku ishe varrosur Arkimedi që themin e leva. Këto janë muze që i përballon çdo njeri me këto shifra. O, kjo Çdo më njeri, po. kjo më mbush Çdo më njeri i shpirtin. përballon, po. Është A vërtet. duhet gjojën opera? Po, më duhet gjojë opera të mbyll syt e ta gjojt kompletat të frekuencën, se unë e di që është terapi. Sepse e bojnë lorda, e bojnë sëra, ata nuk janë idiota të dëmtojnë veten e tyre. Dhe më e bukur dëgjojnë, me ka ardhur në kohë, tash ka ardhur në modë, studiot e incizimit po ndryshojnë gjithë botën, janë kthyer vinilit. Dhe po ta shohësh nuk shitet më CD-je, Po, po. shitet vinil, sepse dhe ajo zhurmi thënë që është melodi në vete, e gjilpërës së diskut dhe ajo ka një funksion shumë relaksues kur bashkohet me tingujt e muzikës. Prandaj shikon ti tash, ja dhe këtu ke Sheshi Wilson është hapur një dyqan. Edhe unë tash bëra një urdhër për të bler diçka se nuk kushtonte shumë. Një gramafon me parametrat e asaj kohe. Se i prodhojnë sot po me cilësi. Kuptohet. Kur të mbarojnë kam Shumë një të gramafon të vjetër të Enver Hoxhës, më ka bërë dhurat me Unë disjet. i mbaj dhe unë në shtëpi. Po s'po e vendosja dot në punë. I ruaj, ja. S'po e vendos dot në punë se duhet me ashtu, po unë e dashuroj, shikoj. E dashuroj vendin tim, jo se jam hipokrit, e dua vendin se dua vendin. Po e marr të mira sa të bekuar që jemi. Na ka beku Zoti. Zoti, Na ka beku, na ka dhënë këtë vend, por duhet na kishte dhënë dhe mend më ti je 2 milion veta. Mos të kesh kohezion social. Ishe. Po, Ishe. po ta quajmë 2 milion për mos qenë Okej. fatalist, jemi 1.5. Po. 1 milion Tiranë, 500.000 tër Shqipërinë. Po. A nuk çat të merresh. Pa qeve. Dhe të ketë kaq padituri e marrë të mira. Do thonë je shumë i vogël si vend për të pasur kaq shumë idiotë valla. Për metër Je katror. shumë i vogël si vend, po gjithë bota flet për ty. Edhe këtu ka një paradoks që nuk shkon. Për shembull, jam habitur që ne kemi këto artistë, gjithmonë mund të flas për këto gjërat që vetë merr. Kemi këto artistë tanë, Po. me kokra që janë. Dhe bota ka shumë artistë mirë. Shumë të mirë dhe sa artistët tanë atje. Po kur vjen puna që vjen një shqiptar dhe ka një rol interesi me gjithmonë dhe sot e kësaj dite i flasim është shumë i madh. Sepse është një anë tjetër që vetëm dëgjon të flasin jo mirë. Sepse është ana që merr klikime më shumë, se po kthehemi ke klikimet. Ti të shikosh për kuriozitet sa klikime kanë ekselencat shqiptare. Jo, as ne nuk i klikojnë. Do më thënë, ja kaq vlen klikimi, nuk vlen asgjë. Sepse njëri që ka punë nuk ka kohë të rritë klikoj interneteve. Intelektuali nuk rin, internetin e përdor vetëm për të nxënë, për të mësuar diçka, për të dëgjuar diçka të re. Nuk shkon të klikoj shpend gashën dhe 6 lekën dhe askënd tjetër. Dhe ky është fatalitet. Sepse ti shikon majat e botës, që për shembull një opera, mund të ketë 60.000 klikime, 70.000, një kohë që një këngë idiote ka 800 milion, 1 miliard. Atëre kjo Po pa është Gagam Style vajte 1 miliard. Ky është merr. Do ti kupton që shumica është në këtë nivel, por kjo nuk të bën ty që të bëhesh si shumica. Kjo të bën ty për të ndjerë ndoshta shumë ndryshe se shumica. Mos është çmimi që po paguajmë neve për apatin Po e ton. paguan gjithë bota çmimin, po ne po e paguajmë më shumë edhe për zgjedhjet që kemi bërë për ata që Apati, ne jemi në apatik. neve çfarë preti tash kur tjetri të jepi një thes miell. Po. Se po dalë një gjë që unë vetë nuk as mbjen mend as votoj. Nuk kam vite që nuk e bëj. Domethënë jepi një thes miell, ai të zgjidh aty dhe s'dinte as emrin tënd. Dhe sot ti që pranove miellin, habitesh, pse ai nuk di as shqip ose ajo nuk di as shqip kur flet atje. Ti s'ke gojë të flasësh. Bylla. Dhe unë pres si të edukoj me muzikë atë, vetëm me muzikë se edukoj do të, aty unë jam dorëzuar. Dhe uroj që të ketë dikë afër, siç po ndodh fatmirësisht me programin tim, që i thot tjetër, pe atë emision e gjerit, këmë muzikë kështu, po ku eduk, pa e dëshife. Dhe pastaj rinë, i shohin. Se e shohin, se unë mundohem mos ta bëj emisionin për profesionistët, po të flas me një gjuhë shumë thjesht, ti them pse Verdi në këtë operë, dëgjoj Va Pensieron. Va Pensiero është një këngë. Se shikoja, Kori e bën kështu, po Zucchero kënon kështu. Kështu që çfarë është një opera? Janë këngë të vogla, të shkruara bukur, të mbledhura së bashku. Dhe ti kështu mund ta bësh për vete. Shpjegim me mod. Po se çfarë ti shpjegoj unë? Që frekuenca që kompozitori që kam kolekte mi që bëjnë këto shpjegime, po e bëjnë për 20 profesionistë.
Unë nuk kam bërë një program që të ma kuptojnë 20 veta. 20 veta që e mendojnë si unë. Por fitoria ime me atë program është që në 8 vite unë kam marrë mira njerëz që të paktën ditën e shtunë dhe dielën në drekse ma shohin dhe 2 herë, dhe kjo është e bukur, të kenë mundësi që unë i bie shkurt, e kam thënë në program. Jam i bindur që dhe ai xhahili kur të shohë programin tim të shtunë dhe dielën, nuk do rrai gruan. Madje edhe po ket pas nërmend bëj diçka, duke dëgjuar muzikë, nuk do vëj dorë mbi gruan e tij. Dhe kjo është fitoria më e madhe që bën muzika. Dhe unë duhet të kem shumë kujdes në atë që jap. Se ndonjëherë duke vënë muzikën e gabuar, ne marrim qaf, shpirtra. Ndaj, nuk i falet një shteti që të divulgoj, jo t'i shpëtoj, po t'i divulgoj, të merret që po ka sot me muzikën që shkruhet, me këngët që shkruhet. Janë të merre. Janë sikur ta bësh kastile, unë nuk e di, si ka mundsi, unë hap ndonjëherë se nuk e besoj dot deri aty si mund t'i lejosh ti këto televizionet të ekzistojnë. Po çfarë duhet sot? Ja ta bëjmë një përsiatë të vogël. Se dhe unë duhet Po, patjetër. Çfarë duhet sot? 5 minuta të fundit. Shiko çfarë duhet sot. Më fal, ja ta mbaroj logjikën. Sot na duhen idiot dobishëm. Ju nuk jam dakord me këtë që na duhen. Nuk na duhen. Politikës, elitës, po pra, që na kontrollon neve, i thënë që në elit, se ofendojmë elitat. Po, normal. Në qoftë se i quajmë këta elit, po neve kemi elit sepse vendosin për neve këta tipat ose zonjat. I duhen idiot dobishëm. Si mund të jetë njeriu idiot i dobishëm? Më fal për shprehjen, hapi rri dhit. Kaq. Shiko, bombardoje me informacione u vrak kjo është gjysmë më e keqe, se ka në gjithë botën ka idiot dobishëm. Por ama e pranojmë që ekzistojnë dhe ato mos i binden në qafë kot, se kënaqen me mënyrën që kanë zgjedhur për të jetuar. Okej? Tjetër punë se i leverdis çdo qeveri këtë tillë se i manovron si çdo. Këne është shumë keq. Idioti dobishëm jo vetëm që është i tillë, por edhe ti jep shkak më shumë për të bërë dhe i keq. Shejtan budalla. I jep shkak më shumë nëpërmjet gjërave që i ofron, që i divulgon me shtet që ai të kapi thikën. Sa i thot, unë e kam idhull filanin, pa i thonë emrat unë, se janë disa shqiptare kosovarë, që del me maska ai, del me kallash, i kënon kokainës e si. Ore, ai e ka shembullat, si mos pi kokainë të nesmen ai. I vjen dhe babit lekët nga xhepi e shkon blen gramin e kokainës. Si ka mundësi që në mas kalamaj tani me thika në xhep? Ore, pse më ndën, kujton ti që ky është faj vetëm i prinditve? Çdo gjë fillon në familje, por dhe prindrit tash si kanë ardhur kohët, fëmia është më shumë jashtë shtëpisë se sa është në shtëpi. Dhe prindri shket mundohet shumë herë të gjejë dhe orë jashtë mësimit, ta çojë në palestër. Ora ke këto vende bëhen pisliqet. Dhe problemi është këtu, që kur turma është me thika dhe ai i miri, do mbaj thikën se del jashtë mode. Kur dhe turma dëgjon ato pislik që ja ofron ti si shtet dhe po e përsëris, ti si shtet, edhe ai i miri, dhe ai që kishte dorë studionte, do dëgjoj atë, se po mos e njohu atë këngë dhe të fishkëllej Celentano në rrai shokët. Atëre, kur je në këto nivele, këto janë urgjenca, që e para opozita duhet merret me që po flasim për opozitë. Por, unë e kuptoj që ka hallet tjera opozita, unë të kuptoj tjetër punë, se unë sa shikoj këto diskutime, unë mbyll televizorin, nuk duhet i dëgjoj. Se secili çon ujë ke xhepi vetas. Qa kujton ti, duhet gjë për ty e për mu. I kam pa gjithë qeverit, i kam arritur këtë gjithë qeverit. Për neve. S'du me i pasyt. Problemi është këtu, që të shikojmë derën tonë, derën e shtëpisë. Kur ti shikon si po të rritet fëmia, ore ti, aty prindi nuk mban më. Kur shef që i kanë ngulur thikën djalit tënd, por këtë duhet ta kuptosh dhe ti nga njerë që pse u arrit puna deri atje. Mjafton ndonjëherë vetëm një klip, e diti? Mjafton ndonjëherë vetëm një muzikë e gabuar, në momentin e gabuar që fëmia mund të jetë i mërzitur, mund të ketë një problem, se nuk e pa ajo shoqja e klasës. Dhe shef dhe atë klip, unë nuk jam psikolog, por nuk duhet të jesh psikolog të kuptosh se çfarë ndodh ke fëmia në atë moment. E pra, neve si shtet, neve ja ofrojmë këtë.
që në pikë të sabahut para se shkoj në shkollë fëmija. Hapi stacionet që japin klipet tona dhe shiko çfarë tmerrje është. Ja, unë këtë kam hall. Se unë do flas për atë që unë mendoj që mund të flas. Nuk mund të flas për gjëra tjera. Por ama ke muzika që di sa vlen, sa mirë bën, por di ama dhe sa keq bën. Po. Unë këtu jam kundër çdo lloj qeverie kur sillet kështu. Dhe do mbaj përgjegjësi nga Zoti, se nga ne me sa e shoh. Si duhet iç. Nuk na pyet fare. Nuk na duhet për me vendos dorën në zjarr për me ditë që djeg. Nuk të duhet me qenë psikolog kur shikon një smur. Ore si po ndodhin këto vjedhjet e famshme. Sa nuk e besojnë dhe jashtë. Thonë si ka mundësi të vjedhë qeveria në këtë farfeje. Harojnë që në çdo qeveri që ka qenë ne njëtë gjëra kanë bërë. Dikush më ashtu, këto janë më të sigurt i bëj diçka më hapur. Më arrogant. Po më arrogant. Por ama tjetër, pse në Itali qeveria çfarë bën? Po janë më me etik, vjedhin më bukur, se ato nuk vjedhin nga pak. Kur vjedhin bëjnë një dorë, vjedhin mirë. 10% që në çdo gjë, edhe investojnë 90 ata. Tu vitet 90 investohet 10. Ama bëhet, nuk kemi këto nivele për sa i përket. Ore, nuk janë fjalë të thëna, nuk janë luoghi komuni, thotë italianët, themi ne që ardhmja është e fëmijëve. Ore ne jetojmë për fëmijët tanë. Ore unë sot i falenderoj Zotin çdo mbjes që vajzën e kam 38 vjeçën. Amin. Ore nuk e di si do bëja më të kisha një fëmijë 12 vjeç, 13 vjeç, më si me ato që punoj unë. E di si i shikoj ato prindër që më sjellin fëmijët ke unë. Dhe çfarë përgjegjësi e ndjej unë. Po di më çfarë më thonë ato prindër që s'dua t'i them. Më shohin mua dhe ti me shoqja si shpëtimtar, se po arrim ne të paktën për aq sa mundemi ta largojmë nga përditshmëria. Po pse më këtu duhet arrit prindri? Po pse më këtu arritëm ne më? Që ti dim çfarë ndodhin për fëmijët tanë, mos jemi të pafuqishëm, bëjmë asgjë dhe pastaj kërcet pushka. Këto janë pasojat e një shteti, jo të një qeverie. Se çdo qeveri ka bërë këtë gjë. Pyetja e fundit do Gjergj. Më errët apo ka shpresë? Unë do flas atë që ndjej kohët e fundit, për mua nuk ka shpresë. Jemi të njëjtin mendim domethënë. Jemi të njëjtin mendim. Fatkeqësisht nuk kam menduar kur që mund ta them këtë fjalë. Kam parë gjithmonë atë dritën fund tunelit. Edhe pse më aq sa lexoj dhe kam lexuar, nuk ka idealizma në gjërat kaq konkrete që ti i prek çdo ditë, por sot e them me plot gojën që nuk kam pikë shprese. Më takon të bëj detyrën time si qytetar, më takon të bëj detyrën time si familjar, më takon të bëj detyrën time që përreth të kem njerëz të mirë me kokra, por edhe ndjekës të mrekullueshëm që kanë fatin t'i kem, dhe të uroj që të kem frym me mend dhe me duar, se ndryshe nuk e dua jetën, që të paktën të jetë kjo gjë dhe mos shikoj gjëra akoma më të shëmtuara që fatkeqësisht kam një përshtypje që do ndodhin në këtë vendin tonë. Fatkeqësia më e madhe nuk është e keqa. Fatkeqësia më e madhe është kur shpirti një të ndriçuar e një intelektuali vuan. Edhe kjo është keqa më e madhe. Kemi kohë që vuajmë. Kjo është e keqa më e madhe. Nuk është problemi një intelektuali. Vuajtja më të madhe për mendimin tim e kalojnë njerëzit më të thjeshtë. Dhe nga njerë shoqyr që nuk janë intelektual, do thosha. Sepse duke qenë intelektual, duke lexuar shumë, duke nxënë shumë në vendin ku ne jetojmë, flasim konkretisht, në vendin ku ne jetojmë, është e pak këshillueshme. Që ti të kuptosh shumë, është e pak këshillueshme. Më mirë të bësh sikur nuk kupton, ose më mirë mos kuptosh fare, siç është shumica e njerëzve të thjeshtë. Dhe këtu unë i kam zili, por ama nuk i kam zili vuajtjet. Se ne po arrim në familjet të tëra që kanë uri, në familjet të tëra që i futet ujë gjithë ditën, që fliste migjeni, edhe prap, edhe migjeni vetë, edhe migjeni kishte me dorashka, sepse thoshte që atë që the ti, që kishte shpresën migjeni, por nga migjeni deri më sot kanë kaluar ca vite më duket. 1938-ën që nga vdek migjeni shkret. Jo, llogaritë që kur filloi të shkruante, shpresa jo vetëm që nuk u forcua, po sa vjen dhe u shua. Ndaj unë them që nuk ka shpresë. Nuk e ke den sa i pesët jam, a kupton? Se kur gjon një person, kur gjon një person që mendon si ty, në errësirë, është realiste. Unë ty të realizmi, po mendoj vetëm kaq.
Gjergji e ka vajzën ta ketë me jetë 38 vjeçë. Unë akoma se kam për vajzën time. Edhe më zë të merri o Gjergj. Më zë të merri Nuk ta thash kot atë. që mund ta sjell një jetë këtu. Po. Problemi është që ne kemi qenë njerëzit më të lumtur që kemi ardhur këtu. Dhe unë, edhe pse kam gjithë familjen atje, unë prap më pëlqen të ri këtu. E ndjej shumë më tepër vendin tim, Shqipërinë, se sa ndjej Italinë, me gjithë të mirat që ka Italia. Po Italia ka dhe shumë të këqija të tjera që unë nuk dua t'i prek, por ka shumë të këqija të tjera për sa i përket mënyrës si jemi bërë ne, mënyrës si jetojmë ne, rregullave që secili nga ne ka vendosur në jetën e vet. Dhe mbi të gjitha lirinë të bërit art, unë po flas si artist, që unë e kam në Shqipëri dhe s'ma e kërkush. Dhe tjetra, kam publikun më të mirë në botë. Domethënë të gjitha këto faktorë më bëjnë që të duroj dhe shumë gjëra të tjera që më ndodhin. Po, ka meq dorë nga shumë gjëra nga jeta, ka meq dorë nga daljet natën, ka mequr dorë nga shoqëria e zgjeruar që kam pasur dikur, mbylla një vend, një batçe që më vinin pa numër shokët e mi dhe rinim, hanim, pinim dhe diskutonim, nga njerë dhe budallëqe deri në mëngjes. Po, këto i kam prerë, sepse janë tashme të rrezikshme. Dhe për diçka tjetër që prindrit që kanë fëmijë të vegjël praktikisht janë dedikuar shumë fëmijëve dhe kanë halle në përditshmërinë e tyre që e përmenda pak më përpara që me gjithmonë ja u qaj hallin. Dhe këto halle unë po shoh që po shtohen dita ditës, sidomos për ata që kanë fëmijë. Dhe për këtë Shqipëria është bërë një vend i rrezikshëm. Nuk është ajo që themi ne, Shqipëria dil natën, është shumë i sigurt se çdo shtet në Europë. Dhe këtë ta garantoj. Po. Por nuk është i sigurt në familje. S'ka siguri juridike. Nuk ka siguri dhe nuk ka të ardhme. Dhe po ndodh ajo që e dinim që të ndodhte, po jo në këtë mënyrë që tashmë edhe ata që mendonin, ata me para, që mendonin, ata me para dhe me pak mend, jo ata tjerët, që fëmijët të trashëgonin biznesin e tyre dhe i mbajtën këtu, tashmë po i largojnë. Sepse nuk kanë më shpresë. Ose si shpondodh me ata që kanë bizneset fuqishme, që po shikojnë që dhe bizneset po i transferojnë. Dhe kjo nuk është shenjë as pak e mirë për një vend. Dhe këtu nuk ka më lidhje të majtë, të djathtë, pavarur, të nuk e di çka këtu këne. Po, duhet gjetur një mënyrë të mblidhen këta që duan të mirën tonë dhe të mendojnë një rrugë si të dive halli familjes shqiptare. Sepse problemi i çdo shtetit fillon nga familje. Fatkeqësisht ka kaluar ligji për gjinin. Mirë, sa ligje do kalojnë akoma. Fatkeqësisht mashkulli është fundi i hierarkisë shoqërore. Më thanë që kanë filluar të vinë shumë nga jashtë, po kërkojnë shtëpi në Tiranë. Pa. Kjo është e fundit. Pa. Ma tha një mik e ime që ka një agjenci shumë fuqishme. Është Ka hapur, filluar të na vinë këto. është themeluar dhe banka e parë me kredit izraelit. Asna hamortja. Pra, tokën tonë do ta blejnë të huajt praktikisht me koncesion, praktikisht Edhe ne do jemi shumë nga këta që aprovojnë dhe ligjin. ne do jemi Djibouti, një koloni amerikane Djibouti i marrin të keqen e për. në gjirin persik në Afrikë. Djibouti ka dhe gjëra, ka një turizëm të zhvilluar. Po, ka 3 milion të huaj dhe 1 milion vendas. Në 4 milion inhabitants që ka atje. Puna që ne mos na vinë 3 milion nga ata që aprovojnë ligjin. Do të vinë Gjergj, Jo, unë i shoh rrugës kanë një ashtuar. ty, mua dhe me shumë mundësi mos të duket vetja që do të vi policia e Big Brotherit të George Orwellit të 1984-s, do na marrin të zhveshur në krevat dhe do na fusin burg për agitacion, propagandë. Dhe ta nxjerrin dhe armiqt popullit. Me këto gjëra që po ndodhin nuk më bën përshtypje asgjë. Më bën përshtypje diçka. Ne kemi pas dhe duhet kemi diçka ndryshe nga shumë popull të tjerë. Pikërisht fjalën bes, fjalën burrni, fjalën koka e familjes, si ke dëgjuar këto që sidomos në veriun tonë, në shumë zona dhe shumë miq që ka mundur. Si ka mundësi që ne mund të lejojmë ligje të tilla të aprovojnë? Do të thonë, edhe ai kanuni lek Dukagjini nuk e di sa herë mund të jetë rrotullu. Si ka mundësi ne
të durojmë në për televizione ca të egzaltuare që dalin, e çfarë nuk flasim. Domethënë, çudia më e madhe është kjo. Kur ne nuk çohemi për këto gjëra, për çfarë do të çohemi tjetër? Atëherë, nuk dua të flas më tepër sa hedhë në querel, se këto kanë dhe avokat, se janë edhe avokat nga ato dhe janë fuqishëm. Nuk guxon ato të çojnë të bëjnë querel dhe vazhdojnë 30 vjet. Riti pastaj paguaj avokat me këta. Lek kanë pafund, se janë ca shoqata që marrin pafund, dhe ne kemi probleme të llahtarshme të tjera dhe kemi një qeveri, një shtet që ka hallin për të drejtat e këtyre. Domethënë, unë mendoj që podcasti që do fitonte më shumë sponsora dhe para në Shqipëri do ishte një podcast anti-ligj. Po. Dhe një ide që ta bëj vetë marrë një lek. Parlamenti i parë, po pra, ato të bënin një podcast për këtë gjë, po. Sot me inteligjencën artificiale mund të bëhet edhe me atë foto një podcast. E kam dëgjuar lahutën e Malcis në kaset, në kufje, në 2003, kur burri tezës time, të vogël, më ka dhënë lahutën... Nga Reshat Arbana, po? Po, nga Reshati, në kaset dhe lahutën e Malcis libër. Dhe më thoshte, lexoje dhe dëgjoje. Po. Në atë moment unë jam dashuruar me atë personin, me atë Atin aty, që për mua është hero kombëtar. Dhe kur shikoj atë Atin dhe parlamentin e sotëm, Jo bëre një krahasim që thëm evolucioni pas ka dhe regres. Shiko, pas ka dhe regres. Ne me ty i ka koha, pashtu unë kam njerëzit që po mpresin, duhet t'isha ik me kohë. Dhe ikem. Më mirë ta mbyllim me këto burrat këtu, që të paktën të kemi ndonjëherë çat shohin, çat na shohin syt tan. Kemi atë po. Për të pas diçka të bukur, dhe diçka që ndoshta po mos ne ishte shtuar shpresat, ishin këta shpresa për ditë më të mira. Por unë për veten time, përveç se i shoh me një mirënjohje, me një dashuri, me një respekt, nuk i kam zili për shpresën që ata kishin si ky vend do bësh. Ata mund ta kenë pasur shpresën, por nuk kanë llogaritur vetëm diçka. Brumin që neve kishim. Ne jemi brumi i keq. Shiko, edhe ata, ai brum kanë qenë, se geni është ai. Problemi është që nuk kanë pasur faktorët e jashtëm, përveç armiqve, nuk kanë pasur këtë trysni të faktorëve të jashtëm që ne kemi. Kështu që për këtë anë këto kanë qenë shumë. Shiko, e fundit, se neve me të vërtet mund të rrim 6 orë me njëri tjetrin. Nuk Salini Vica dhe Atë Gjergj Fishta kanë qenë rival të përbetuar në debate publike. Kur është vrarë Salini Vica, fjalimin negrologjik që ka mbajtur ai burr, aty tregohet me akt burrnia, se burrnia nuk është gjinore, është akt. Po patjetër. Po pse është ai pajtimi i gjakrave? Un kam lexuar shumë dhe kanunin e këto më ka. Ne kemi një botim këtu të kanunit. Kam qenë shumë kurioz. Zysha. Kam qenë shumë kurioz. Dhe ato janë vlera, se po ai kanun pastaj pasqyrohesh në familje, pasqyrohesh në punë, pasqyrohesh në konflikte, pasqyrohesh në luftë, pasqyrohesh kudo. Ti kishte Biblën. Ajo ishte Bibla e kohës, ta quajmë kështu, o Kurani i kohës. Dhe vjen muhabeti sot e kësaj dite. Tharishti të thuash që se edhe brenda kanunit kishte edhe shumë gjëra që sot për kohën ishin rregullator, sot janë të përbindshme. Dhe ti arish të thuash që sa me vlerë ka që kanuni, ka diçka që nuk shkon me kohën, ka diçka që nuk shkon me mënyrën si ne po rritemi dhe po jemi pjesë të kësaj kohe. Ndaj, për mendimin tim, dhe ata që po kthehen shumë nostalgjikët asaj kohe, këto se kam prit kur, ja gjë tjetër që më ka lënë gafil, janë shtuar pa mas. E sa mirë ishim ne në atë kohë dhe njerëz që kanë vujt nga ajo kohë. Pa të thënë emra. Mbi emra, po të them ca mbi emra që i ka varros ai regjim. Kanë arrit sot me padrejtësitë që janë bërë, me tokat që janë vjedhur, me mënyrën si i kanë trajtuar institucionet, me si janë ka të ndisur, të thënë se ishim shumë më mirë në atë kohë. E po në këtë se kam pritur. Ma kanë thënë dhe mua mosha ime që se kemi jetuar si milisekond kemi qenë më mirë. Se kam pritur. Gjergj, do të lë të shkosh, se po vazhduam, do vazhdojmë prapë. Do ta lëm një herë tjetër kur të shohim që
mund të ketë një shpresë, po këtu e dim që Shpresë nuk ka për të pasur, po kur të kesh dëshirën, kohën dhe qefin, kur ta kemi kohën më mirë. I mirë pritur për një bisedë çat na doj qefi neve me një gotë verë para, me kënaqësi, edhe bëjmë pak përsjatje gjimnastik truri, se do t'i zgjidhim neve jetën shqiptarëve, se na duhet me zgjidh tonën. Të falenderoj që më erdha. Është kënaqësi. Dhe më vjen mirë që një mendje ka librit ton bëhet pjesë e Tru Podcastit, se më rrit vlerën. Më rrit vlerën e podcastit, ta them shumë pastër, shumë sinqerisht. Të falenderoj unë për ftesën. Unë s'para pranoj ftesa më se tash, jo për mendje masi, se nuk jam e tillë, por mundohem të bëj punët e mia dhe i kam të shumta. Ke ty erdha se edhe pse nuk njiheshim, të kam ndjekur në debatet e tua gjëra, ke dhënë gjithmonë përshtypjen e njeriu që mban qëndrimin tënd dhe jo qëndrimin e të tjerëve. Për mua vlera e njeriu fillon që këtu. Që të flasi me gojën e vet, mendoj me trurin e tij dhe mos influencohet nga gojët dhe nga trut të tjera. Falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Zoti dënë shëndet në familje, të fëmijët, të nusja, e ku do të qofsh. Edhe ty. Miq, mos harroni Oscar Wilde, një pacient genial i cili edhe ai i lëshoi pllumat e vrau veten, ka thënë një shprehje dhe dua ta mbani vat në vesh. Gjithmonë ka dritë në fund tunelit, le të shpresojmë që të mos jetë tren. Ciao. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetëm an kafit. Eka, se kam shumë punë. e marrë vetëm me këto krijimet digitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Tru Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Tru Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovoj veten e vet, ta reklamoj mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për një orë. Faturimi është për një orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset e 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznesi, juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Law, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë bizneset cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është një, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Tru Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Kam mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe reach-i jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje, jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify-n, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj.
mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk kemi KÇK, nuk kemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Trup Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@truppodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj apo për të promovuar veten në një bisedë këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik, sepse ju vedini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Trup Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Trup Podcast, unë dhe familja ime e Trup Podcastit. Në Trup Podcast kemi hapur një merchandise, një dyqan të vogël online, që është pjesë e Trup Podcastit. Quhet Trup Podcast Shop. Do ta shikoni me këtë logon e bukur që e ka punu Bleta, dhe kjo bluza që është e veshur nga unë, është e gjitha e pikturuar me dorë nga artistja jon Remina. Na kanë ardhur disa porosi nga shqipet e diasporës, për hudi, për bluza, për xhaketa, por edhe për këmisha. Ja ku është një këmish e pikturuar me dorë nga Remina në Trup Podcast, dhurat për mua, këmisha, por edhe kjo është dhurat për Trup Podcastin, që ta shikoni më mirë. Ja ku është simbolet e trurit këtu, dhe Trup Podcast këtu. Dërgo dizajnin tënd, të punuar me ChatGPT ose jo, pikturën tënde, iden tënde, dhe neve kemi për detyrë t'ja u hedhim me bojë të zezë mbi të bardhë mbi të zezë, ose në kombinim të ngjyrave. Na dërgo tek numri 069 80 55554 në WhatsApp dizajnin tënd. Ne do ju tregojmë çmimet që bëm për bluzën, për hudin apo për xhaketën dhe këmishën. Janë të gjitha punime autentike me dorë, dhe sikur të dy juve persona të dërgoni të njëjtën grafik apo të njëjtin imazh, nuk mund të bëhen dot dy një lloj, sepse është handmade, është autentike. Punohet me bojra, punohet me airbrush, punohet me penel. Dhe gjithashtu, juve që nuk dini të dërgoni në WhatsApp, kemi edhe emailin ton zyrtar për të ruajtur cilësinë akoma dhe më të mirë të fotos apo të imazhit apo grafikës juve do dërgoni. info@truppodcast.media është emaili. Na dërgoni, sepse janë gjëra që do ngelen kujtim. Të gjithë juve fansat e Trup Podcastit duhet ta keni një bluzë të tillë. Ju përshëndesim dhe ju presim në 069 80 55 554. Na dërgoni dhe neve ja dërgojmë me post kudo që jeni juve. Ju përshëndesim dhe bëj telefonatën tënde porosit një bluze apo hudi nga Trup Podcasti.
Faleminderit.